Pyetje nga deputetja Jorita Tabaku. Pasi bën parashtrimet e saj, deputeti i nderuar pyet: çështja e 3 inceneratore është e lidhur jo vetëm me mënyrën se si është operuar përdhënia e tyre me koncesion dhe partneritetin publik-privat, por edhe tek aktorët që janë korruptuar, përfshirë dhe zyrtarët e lartë si kundër dhe personat që kanë përfituar nga ky korruptim. Pra, të akuzuarit në arati, përse këto tre inceneratorë nuk janë pjesë e një dosje të përbashkët ende. Pyetja tjetër, që ka të bëjë po me këtë temë, a kemi ne një përpjekje të SPAK për të hetuar çështjen e inceneratorëve, atë të një grupi të strukturuar kriminal që ka konspiruar, punuar dhe vënë në jetë këtë aferë korruptive me kontrata që shkojnë deri në 430 milion euro. Pyetja tjetër, si ka mundësi që SPAK nuk ka marrë ende si të pandehur zotin Beliaj në lidhje me aferën e inceneratorit të Tiranës, ku SPAK-u përgjegjësia e tij penale është e qartë. Dhe pyetja e fundit lidhur me këtë temë, a ka përpjekje nga SPAK për të kërkuar një dëshmi të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj nga Zvicra, nëse jo, çfarë pengon SPAK të bëjë një përpjekje të tillë. Lidhur me çështjen e inceneratorëve, kemi këtu inceneratorin Elbasanit, Fierit dhe Tiranës. Prokuroria e posaçme ka hetuar në kuadër të këtyre 3 procedimeve penale 71 persona të gjithë niveleve. Disa prej tyre janë me vendime penale të formës së prerë, disa janë në proces hetimi, disa janë në gjykim, si dhe po hetohet dhe për fakte penale dhe persona të tjerë, të cilët mund të jenë përgjegjës për këtë veprimtari kriminale. Lidhur me pyetjen që bëhet për ta trajtuar në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, si një bashkëpunim të posaçëm të autorëve të veprës në kryen e veprës penale. Lidhur me inceneratorin Elbasanit, Fierit, këto 2 procedime penale kanë kaluar gjitha fazat e shqyrtimit gjyqësor. Jo vetëm ka kaluar fazën e shqyrtimit para gjyqtarit të seancës paraprake, por edhe para trupit gjykues që ka gjykuar çështjen në themel, dhe i kanë gjetur sa ta konformës së bashkëpunimit, e kanë gjetur të drejtë kualifikimin ligjor të bërë nga ana e prokurisë së posaçme. Lidhur me pyetjen që nuk e ka marrë ende si pandehur zotin Veliaj, dua të them se siç besoj edhe ju e dini, hetimet paraprake nuk kanë përfunduar lidhur me këtë procedim penal, por vazhdojnë akoma. Lidhur me pyetjen a ka përpjekje të SPAK për të kërkuar një dëshmi të ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj nga Zvicra, deklarimet publike të tij vlerësohen rast pas rasti, për ne sot ai është një person në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të korrupsionit pasiv, pastimit produkteve të veprës penale dhe vepra të tjera penale e lidhur me inceneratorët. Patjetër, në çdo moment që një subjekt vepre penale dëshiron të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, do të bashkëpunojë me prokurinë e posaçme, është mëse i mirëpritur. Lidhur me pyetjen tjetër, pasi parashtroi një kallëzim penal të tetorit 2021 në emër të Partisë Demokratike, ku sipas zonjës Tabaku ka kallëzuar abuzimet e sektorit të energjisë dhe bën edhe disa pyetje të tjera që konsistojnë në cilat janë hapat që janë ndërmarrë në lidhje me këtë çështje që kam kallëzuar për abuzimet në sektorin e energjisë. Një pyetje kërkon informacion të drejtë për drejtë mbi veprimet që ka ndërmarrë SPAK ndaj drejtuesve të OSHE-s, Keshtit dhe institucioneve të tjera. A janë identifikuar përgjegjësit për dëm ekonomik të vlerësuar rreth 10 milion euro për një tender dhe 100. A është analizuar mënyra kontraktimit dhe çmimit e blerjes së shitjes së energjisë për provuar akuzat që shpërdorim detyre dhe korrupsion? Tani, lidhur me pyetjet që ju bëj me dije që kjo çështje është dërguar për kompetencë në Prokurinë e Tiranës. Nuk po hetohet nga Prokuria e posaçme. Një pyetje tjetër është pasi referohet një deklarimi timi në Komisionin e Ligjeve,
zonja Tabaku pyet, në fund të rrugtimit tuaj si prokuror, por edhe në mandatin e fundit tuaj si kreu SPAK, a është vallë kjo një dorëzim përballë presioneve dhe njëkohësisht dorëzim përballë pamundësisë për të hetuar realisht korrupsionin dhe krimin e organizuar? Jo, s'ka të bëj fare, unë nuk dorëzohem, nuk jam njëri që dorëzohem, ju bëj ballë sfidave dhe për një gjë jeni të sigurt që unë do të vazhdoj të jem prokurori i Republikës Shqipërisë dhe pas mbarimit të mandatit në vjeçar, kuptohet, po na la Zoti jetë. Sqaroj këtu se i kam kërkuar disa herë parlamentit të shqyrtoj mundësinë e rishikimit të mandatit të prokurorëve të posaçëm. Dhe në jo pak raste është aluduar se bëj këtë për interesin tim personal. Për këtë arsye, e ritheksoj edhe një herë se nëse politika e kushtëzon apo ka dhe mendime se zgjatja e mandatit lidhet me emrin tim, atëherë unë nuk rikandidoj. Robert Kennedy, ish prokurori i përgjithshëm i Amerikës, ka thënë ndërmjet të tjerave se lavdia e drejtësisë dhe madhështia e ligjit nuk krijohen vetëm nga kushtetuta, por nga burrat e gratë që jetojnë ato me guxim dhe mirëkuptim. Prandaj e ndjej punën, kam guximin, por përpiqem të jem dhe i mirëkuptueshëm. Dhe kjo fjali vlen, kjo thënie e Robert Kennedy vlen për gjithë prokurorët e posaçëm. Ju lutem zoti Berisha. Ashtu është bërë deri tani, është lexuar pyetja dhe është vijuar me përgjigjen. Ju lutem. Ju lutem zoti Berisha, mos ndryni, ju lutem. Po lexohet pyetja dhe vijohet me përgjigjen. Zoti Dumani, fjala për ju. Faleminderit zoti kryetar. Pyetje të bëra nga deputeti Luciano Boçi. Pse SPAK e ka shpallur të paprekshëm Edi Ramën? Pse nuk mban ai përgjegjësi penale për çështjet e mërsipërme pasi rendit disa çështje? Për shembull, që ka miratuar në këtë kuvend ligje që i ka shkruar Klodian Zoto, e keni thënë ju. Nuk e kemi thënë ne si opozitë. Pra, lideri i opozitës duhet të përndiqet prej 3 vitesh pse ka miratuar ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave, se një nga mira e mira përfitues është familja e dhëndrit e tij, gjëja më normale në botë e që ndodh kudo. Edhe ne deputetët, në klapa kjo, edhe ne deputetët miratojmë pagat tona. Çfarë do të thonë? Kjo me qenë se përfitojmë edhe ne, duhet të ndiqemi për korrupsion, ndërsa Edi Rama që miraton ligje për llogari të vetëm një afere korruptive, po sipas jush, jo më vetëm sipas nesh tashmë, siç është afera e inceneratorëve, apo që ja shkruan përfituesi Klodian Zoto, ai nuk ka asnjë përgjegjësi penale. Për SPAK nuk ka të paprekshëm, në çdo procedim penal të regjistruar, hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe mëtej edhe në drejtim të autorëve të veprës penale. Në të gjithë këto raste që ju përmendi, prokurorët e çështjes kryejnë hetim të gjithanshëm dhe objektiv me qëllim grumbullimin e provave dhe ngritjen e akuzave. Siç edhe herë të tjera kam deklaruar publikisht, për prokurorët e posaçme nuk kanë rëndësi emrat, por vetëm provat. Pyetje tjetër e bërë po nga deputeti Luciano Boçi, a i keni dëgjuar ju ultimatumin e kryeministit Edi Rama, thënë publikisht në shkurt 2025, që SPAK mos guxojë të dalë në terren dhe të afrohet partive politike në fushat, të mos guxojë të gjurmojë partitë në zgjedhje. E vërteta është që në fakt ju, edhe pse bëhet shpërndarjen e prokurorëve nëpër territor, përveç ndonjë vizite disa orë në ndonjë qark të caktuar, prokurorët dhe hetuesit e BKH as ishin në terren, as gjurmuan partinë e kryeministit, as nuk dërmorën ndonjë
arrestim në flagrancë për krime zgjedhore. Thoni, kemi në hetim disa çështje. Pra, po përpiqeni të gjeni prova. Por ju kujtoj që zgjedhjet kanë 6 muaj që kanë përfunduar. Tani pyetja ime është, nëse nuk ishin në terren gjatë zgjedhjeve për të gjetur prova, kur do të gjeni zgjedhjet e tjera? Kur do të gjeni zgjedhjet e tjera? Tani, prokuroria e posaçme ka qenë dhe prokuroria e posaçme përfshi prokuror dhe hetues të Byros Kombëtare të Hetimit kanë qenë në terren, ka qenë edhe në zonën që ju keni drejtuar politikisht zoti Boçi, dhe ju e dini shumë mirë se sa e vëmendshme ka qenë prokuroria e posaçme edhe ndaj denoncimeve publike të bëra edhe nga ana juaj, ku pas një denoncimi publik të bërë në media lokale, je kontaktuar nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe të shbër e ditur, jeftuar, të japish të dhëna, indicje apo dhe kallëzim penal lidhur me faktin që ju e kishit denoncuar më parë në një emision në media. Në të njëjtën kohë, me kontaktin që mori me ju, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, së bashku me Policinë e Shtetit, bën verifikimet përkatëse lidhur me pretendimin tuaj në zonën ku ju denonconit dhe nuk rezultoi që të ekzistonte ajo situatë e bërë e paraqitur në denoncimin tuaj publik. Dhe prokuroria e posaçme tash ka qenë në të gjithë rrethët pothuajse. Atje ku ka patur problematik, ka marrë kontakt me përfaqësues të partive politike, me qytetarët, me prokuritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, me Policinë e Shtetit, duke kryer edhe veprimet konkrete hetimore. Për të vazhduar te pyetja tjetër e zotit Boçi, pastaj thoni që partitë politike bën kallëzim me indicje, por nuk sollën prova. Por ju duke patur hetues BKH, Policinë Shish, mjete procedurale, si kontrolli dhe përgjimi, dhe sot që flasim thoni s'kemi ende prova, po i kërkojmë e po hetojmë për 40 procedime jeni shprehur. Po partitë politike përveç indicjeve, çfarë tjetër mund të sillnin? Dini gjë që kemi shërbime hetimore ne në përbërje apo policë, apo mund të përgjojmë e kontrollojmë ambientet e caktuara. Po, ne kërkojmë që partitë politike dhe drejtuesit politik të tyre të ngrihen në nivelin e qytetari të Republikës Shqipërisë, të cilit i kërkohet në rast se vjen e dieni të një krimi të kallëzojë krimin. Kjo kërkohet edhe nga drejtuesit e partive politike dhe sa e takon hetimeve, edhe sa e takon zonës që ju keni mbuluar zoti Boçi, kemi disa procedime të cilat vazhdojnë dhe po kryen hetime me qëllim evidentimin e autorëve përgjegjës të veprave penale. Një nga krimet më të mëdha, pyetja tjetër e zotit Boçi, është një nga krimet më të mëdha dhe ende të pasbardhura për sa i përket autorëve, jo thjesht zbatuesve për cilët ka akuza konkrete nga numri 2 i qeverisë së atëhershme, është kanabizimi i vendit në vitet 2016-2017 e në vazhdim. Pastaj vazhdoni parashtrimin tuaj dhe pyetja është, a keni filluar ju një hetim konkret për këtë krim me autor kryeministin e Shqipërisë? Jo, nuk kemi filluar një procedim penal të tillë. Pyetje tjetër. Tani, ish ambasadori Donald Lu në 2016 deklaroi dhe ministri i atëhershëm Xhafa e pranoi se në Shqipëri ekzistonin 4 familje mafioze dhe 20 grupe kriminale. Ndërsa ju në një konferencë për shtyp ke njoftuar se njihni mirë klanet mafioze dhe mënyrën e organizimit të tyre. Unë nuk besoj se kjo ishte një deklaratë politike, por transmetim të dhënash nga organet ligjzbatuese partnere. Grupet se takon luftës, pyetja është, a keni sot për të na transmetuar një rezultat konkret se cilat nga këto familje keni neutralizuar dhe cilët nga grupet lart përmendur keni azhësuar. Nuk besoj të më listoni ato që zbuluan nga dëshmitë e Nureddin Dumanit se aty gjithçka ishte rastësore. Tani, sa i takon rezultateve të prokurorisë së posaçme në luftën kundër krimit të organizuar, e vetmja, domethënë një ndër gjërat për cilat prokuroria e posaçme duhet ndihet krenare është pikërisht lufta kundër krimit të organizuar. Sepse falja dhe bashkëpunimit që kemi patur me gjithë agjencitë partnere të vendeve të Bashkimit Evropian, pa përjashtim, me vendet në rajon, me Mbretërinë e Bashkuar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
mbi një vit e gjysmë edhe me vendet e Amerikës Latine, kemi arritur të ndërtojmë suksesshme, vendhetime të suksesshme, me të cilës Shqipëria mburret dhe në Eurojust si model suksesi. Kjo është dhe kemi vazhduar dhe vazhdojmë të bashkëpunojmë ngushësisht me agjencitë partnere të cilët na kanë besuar dhe vazhdojnë të na besojnë. Dhe ky besim që na është dhënë nuk është a priori, jo. Është besim që na është dhënë sepse e kemi merituar, sepse në bashkëpunimin me ta kemi treguar sa serioz dhe sa korrekt, sa profesionist jemi në hetimet e përbashkëta që kemi patur me agjencitë partnere. Dhe se kam dëgjuar shpesh që bëj një krahasim mes prokurisë posaçme dhe prokurisë së krimeve të rënda. Dhe patjetër unë kam qenë pjesë e prokurisë së krimeve të rënda dhe jam krenar që kam punuar edhe krimet të rënda dhe kam dhënë dhe kontributin tim edhe aty që kur ka filluar jo prokuri dhe për kolegët e prokurisë së krimeve të rënda vërtet kanë qenë prokuror profesionist dhe vlerësim maksimal për ta. Por vetëm një shifër ju jap. Nga viti 2004 deri në vitin 2019 nga krimet e të rënda janë trajtuar, jo gjykuar, janë trajtuar rreth 718 subjekte. Vetëm në 5 vite e 10 muaj SPAK ka tekaluar këtë shifër. Dhe niveli sofistikimit të krimit organizuar sot as që mund të krahasohet me shkallën e organizimit që ekzistonte 10 vite më parë, 12 vite më parë, as 6-7 vite më parë, sepse krimi organizuar shumë dinamik dhe ajo që është që duhet vërtet vlerësuar maksimalisht është ky bashkëpunim i prokurisë posaçme me gjithë agjencitë partnere zbatimit të ligjit, përfshirë këtu edhe ato të Amerikës, harrova të them FBI-n edhe DEA-n. Një bashkëpunim pa barriera, të hapur në çdo orë të ditës me qëllimin e vetëm të bëhemi bashkë dhe të jemi suksesshëm në luftën kundër krimit të organizuar. Dhe të thash, nuk ta jep kush të besim dhe këtë vlerësim. Jo, duhet japësh prova. S'ka a priori besim dhe vlerësim. Tani tjetër pyetje e zotit Boçi është pse nuk merren si të pandehur politikanët e implikuar si në rastet kur ky standard i përgjithshëm nga SKAI është përdorur për krimet kundër personit apo trafikimi i lëndëve narkotike. Patjetër që në çdo rast që të dhënat e përftuara nga SKAI përkrijojnë bazën e mjaftueshme ligjore për të ngritur akuzë ndaj çdo personi, politikan apo trafikant, ne kemi ushtruar ndjekjen penale dhe siç ju e dini, një ish antar i Kuvendit të Republikës Shqipërisë, është proceduar penalisht, ka kaluar, madje është marrë i pandehur, ka kaluar dhe fazën e gjykimit para gjyqtarit të seancës paraprake dhe sot po ngrihet dhe sot jemi para fazës së gjykimit në themel. Sa i takon rasteve të tjera, për momentin nuk kemi përndar gjë as me parlamentin të mas publikun, kur të kemi për të ndarë, patjetër që do bijeni në dieni. Në një pyetja tjetër e zotit Boçi, në intervistë në gazetën La Repubblica keni deklaruar, por në përgjithësi bazuar në hetimet e kryera nga SPAK, mund të themi se sektorët më të prekur nga pastrimi i parave janë ndërtimi, pasuritë e palujshme, lojrat e fatit dhe turizmi hotelier. Kohët e fundit është vënë re edhe përdorimi i kriptomonedave. Sa raste hetimi keni ndërmarrë për pastrim parash në ndërtim, për lojrat e fatit që duket sikur janë tabu. Po për turizmin hotelier, ku spikasin resortet e investitorëve strategjik të Ramës, po për kriptomonedat. A keni nisur raste hetimi? Në cilën fazë janë hetimet për mikun e Ramës, Amant Josifin? Tani, edhe në raportin që unë sapo lexova, pjesë nga raporti, duket qartë rritja e ndjeshme e procedimeve penale për pastrimin e parave. Kemi nisur hetime për pastrim parash, patjetër edhe për ndërtim, edhe në turizëm hotelier, ku mund t'ju them, nuk e di, rreth të paktën rreth 4 hotele janë konfiskuar tashmë si produkte të veprës penale. Në ndërtim, po, sepse ne kemi parë raste, madje dhe kemi sekuestruar, disa janë konfiskuar, disa janë proces në konfiskimi, ku kanë investuar eksponentë të krimit në organizuar, në njësi tregtare,
në apartamente luksoze, në vila, dhe ne kemi kemi pjesë të portofolit të aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara pikërisht 20 hektare, vila, apartamente e të tjerë. Sa i takon kriptomonedhat, po, ne kemi patur hetim në vitin 2024, ku gjatë hetimit të një organizate kriminale kemi konstatuar se eksponent të kësaj organizate përdorin kriptomonedhat edhe për të pastruar para, por edhe si mjete për të blerë lëndë narkotike në vendet e Amerikës Latine. Nuk është, e kemi bërë publike, është një shumë prej mbi 11 milion euro në kriptomonedha, e cila është sekuestruar. Gjithashtu kam informacionin që edhe një sasi më e madhe është në proces sekuestrimi nga Prokuroria e Posaçme për krimin të organizuar. Patjetër është një proces shumë i vështirë, është shumë e vështirë të identifikosh, të ndjekësh dhe më tej të sekuestrosh apo të konfiskosh kriptomonedhat. Ne në SPAK kemi përpjekur në sakt që të kemi hohetues të specializuar byros kontare të hetimit. Gjithashtu jemi ndihmuar nga agjencitë partnere, nga NCA, jemi ndihmuar nga Europoli, nga Belgjika, nga Spanja edhe nga Holanda, dhe kemi arritur që të sekuestrojmë këto portofole digjitale në vlera të konsiderueshme. Lidhur me pyetjen tjetër, në cilën fazë janë hetimet për mikun e Ramës Amanti Josifin, faktikisht edhe më duket edhe në vitin e kaluar jam pyetur për këtë rast, nuk e di në seancë plenare apo në komision, por hetimi për këtë çështje penale, për këtë procedim penal ka qenë në kuadër të një skuadre përbashkët hetimore e krijuar me autoritetet spanjolle, por dhe me autoritetet e tjera ligjbatuese të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe si prokurori, sepse kështu punohet në gjithë në skuadrën përbashkët hetimore, bëhet një marrëveshje. Cilët do procedoj SPAK, cilët do procedoj Spanja, cilët Gjermania dhe cilët po them Franca. Dhe është rënë dakord që për Amanti Josifin do procedoj Spanja, siç është bërë. Ka proceduar Spanja për të. Ne kemi proceduar për disa subjekte të tjera, të cilët janë arrestuar, janë hetuar dhe janë gjykuar. Por kjo është pjesa më normale e bashkëpunimit me autoritetet e huaja, sidomos në kuadër të gjitit. Prandaj është skuadra përbashkët hetimore. Ndajmë rolet, ndajmë subjektet edhe kontribuojmë në atë hetim të përbashkët. Pyetjet e Gent Strazimiri, pyetja e zotit Strazimiri është: a dini ndonjë rast që kryetari i një partie politike dhe kryeministri i një vendi të jetë marrë i pandehur sepse ka zbatuar vizionin e forcës politike që ai drejton dhe programin qeverisës nëpërmjet të cilit është votbesuar nga qytetarët dhe parlamenti. Tani kjo është një çështje konkrete e cila ka kaluar fazën e hetimit paraprak, çështja është dërguar në gjykim, gjithashtu ka kaluar edhe fazën e shqyrtimit para gjyqtarit të seancës paraprake. Gjyqtari i seancës paraprake ka verifikuar edhe akuzat, edhe provat e ngritura por dhe provat e ngrumbulluara, edhe aktet procedurale të kryera nga ana e prokurorisë së posaçme, dhe ka vendosur që çështjen ta çojë për gjykim në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsionin e krimit për korrupsionin dhe krimin organizuar, të shqyrtohet çështja në themel. Gjithë këto pyetje dhe pretendime që ngre zoti Strazimiri i përkasin seancave gjyqësore që po zhvillohen në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Si ka mundësi që Taulan Balla, kallëzimi penalit i cili do provua 4 sipërisht të ishte i rrem, nuk thirret qoftë ndonjëherë për të pyetur nga SPAK. Është në vlerësimin e prokurorëve të cilët kanë hetuar çështjen penale në fjalë për të konkluduar nëse jemi para kallëzimit të rrem apo para një kallëzimi i cili ka substancë dhe vlerësohet nga ata për qëllimet e hetimit paraprak.
Si shpjegohet zoti Dumani që Edi Rama, kryetari i Bashkisë Tiranë dhe Këshillit të Rregullimit të Territorit, i cili vendosi tjetërsimin nga kompleks sportiv në zonë banimi dhe ndërtimi nuk thirrë qoftë ndonjëherë të vetme në SPAK, ndërkohë që Sali Berisha, i cili në respekt të parimit të autonomisë vendore, miratoi vendimin e KKRT-s Tiranë me rreth i pandehur. Edhe kjo i takon shqyrtimit në themel të çështjes para shqyrtimit i cili po bëhet para gjykatës posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Cila është arsyeja që akoma dhe sot e kësaj dite, është pyetja e tjetër e zotit Strazimiri, Sali Berishës, kësaj dite ndaj Sali Berishës ka një masë sigurimi për detyrim për të paraqitur 2 herë në muaj në prokurorinë e posaçme, ndërkohë që hetimet kanë përfunduar dhe çështja është dërguar për gjykim. A nuk ka për qëllim që masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore të konfirmojë praninë e personit në territorin e vendit dhe gatishmërinë e tij për t'ju përgjigjur në çdo kohë organit procedues? Çfarë qëllimi apo kuptimi ka sot pra masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore? Zoti Strazimiri, kjo mas sigurimi është caktuar me vendim gjykate dhe është po gjykata ajo që mund të vendosë shuarjen e masës sigurimit. Nuk është në tagrin e prokurorisë së posaçme të vendosë shuarjen e një mase sigurimi. Pyetje nga deputeti Besart Qaferi. Pasi zoti Dumani, pas vizitës suaj në Departamentin Amerikan të Shtetit, ju keni zhvilluar një vizitë në Mal të Zi me kryeprokurorin special të Malit të Zi, zotin Vladimir Novovic, me 9 shtator. Ndërkohë, më 15 shtator kemi pritur në një takim drejtuesin e prokurorisë për krimin e organizuar të Servis Mladen Nenadic. Pyetjen që kam për ju është: a keni marrë sinjalizime nga Departamenti Amerikan i Shtetit se kartelet serbe dhe malazeze kanë përdorur portin e Durrësit për të kaluar drogë drejt Bashkimit Evropian, apo kanë pastruar para në sektorin e ndërtimit, dhe a ka hetime nga SPAK në këto 2 drejtime? Për ta vazhduar, se është e njëjta vazhdim pyetje. Blini Prona, kjo është tija e Edi Ramës, njeriu që ka marrë monopolin leve të ndërtimit në Tiranë dhe në Bregdet e tjerë, duke qenë se Departamenti Amerikan i Shtetit dhe partnerët ndërkombëtar e shënjojnë Tiranën si një qendër të pastrimit të parave dhe vetë Arben Ahmete është shprehur se parat e bandave pastrohen në ndërtim, a do të nisi një hetim ndaj Edi Ramës për pastrim parash në ndërtim? Lidhur me pyetjen e parë, vizita dhe takimin në Departamentin e Shtetit ka qenë një nga më të mira që kam realizuar dhe kam takuar disa përfaqësues të lartë Departamentit të Shtetit, krahas në të përfaqësues të FBI-s apo dhe të Departamentit të Drejtësisë. Se çfarë është biseduar në këto takime, ne kemi bërë një komunikim me median dhe nuk mund të them asgjë më tepër se ai deklarim, se ai komunikim me median. Patjetër është vlerësuar bashkëpunimi i SPAK me autoritetet ligjvërtuese të Shtetit Bashkuara të Amerikës në luftën kundër krimit transnacional me fokus të veçantë luftën kundër trafikimit të narkotikëve dhe veprat të tjera penale. Por kjo nuk ka të bëjë fare me vizitën time në Mal të Zi, të takimin me kryeprokurorin special të Malit të Zi. Unë përmenda pak kur thash për bashkëpunimin ndërkombëtar, dhe ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, të shkëlqyer do ta quaja, me prokurorinë e Malit të Zi, me prokurorinë e Kosovës dhe me prokurorinë e Maqedonisë së Veriut. Me këto 2 të fundit, Maqedonia e Veriut dhe Kosovë, hetimet përbashkëta, skuadra përbashkëta hetimore, hetime paralele, shkëmbime informacione spontane. Me Malin e Zi kemi një bashkëpunim shumë të mirë, kryesisht me hetime paralele dhe shkëmbime informacioni. Kemi edhe një marrëveshje kuadër e cila normon bashkëpunimin mes nesh dhe Republikës së Malit të Zi. Se ne kemi vërejtur që krimi organizuar shqiptar bashkëpunon ngushtë me krimin organizuar të Malit të Zi, me krimin organizuar serb. Dhe në funksion dhe të asaj që thash, e vetmja mënyrë për të përballur këto grupe struktura kriminale, këto organizata kriminale është bashkimi i forcave.
Dhe ky është qëllimi pse ne bashkë me Malin e Zi bashkëpunojmë ngushtësisht në hetimin e çështjeve që synojnë interesat e dy vendeve tona. Sa i takon vizitës së kryeprokurorit posaçëm serb, edhe kjo ishte një nevojë për të koordinuar dhe bashkëpunuar me prokurorinë e posaçme të Serbisë, pasi hetimet tona tregojnë që po krimi organizuar shqiptar bashkëpunon me krimi organizuar serb, kryesisht në trafikimin e kokainës. Dhe pa me ndërmjetësimin edhe të Eurojust, cilin dua ta falenderoj, u mundsua ky takim, u vendosen ura bashkëpunimi dhe fatmirësisht direkt pas këtij takimi filluan bashkëpunimin dhe me çështje konkrete. Para këtij takimi bashkëpunimin ne kishim shumë spontan, shumë të rastësishëm si thua. Tashmë kemi vendosur të tash ura komunikimi, bashkëpunim konkret për çështje konkrete. Funksion të një qëllimi të vetëm që është lufta kundër krimit të organizuar. Pyetje të deputetit Klevis Balliu. Në këtë sallë mes 140 deputetëve të kuvendi është njëri që quhet Taulan Balla. Asoj ka qenë ministri i brendshëm në ato foltore ku ju jeni sot. Në seancën plenare të 4 prillit 2024 ka thënë shprehimisht: "Unë e di kush është tani, ju a kishit qëllim që ta identifikoni personin që kishte 10 vjet që ishte personi i moshës 45 vjeç i pa identifikuar. Nëse kishit për qëllim të identifikonit, pse nuk thirrët për të pyetur ministrin e brendshëm Taulan Balla që tha publikisht këtë? Nëse Taulan Balla e di si ministri i brendshëm, ju pse nuk e dini? Nëse keni dashur ta dini, pse nuk e pyetën? Nëse policia dhe prokuroria përkërkojnë një person të përfshirë në trafik ndërkombëtar droge, ndërkohë që dikush e di kush është ky person, madje e thot edhe publikisht, por këtë nuk e raporton as në prokurori apo polici, a kryen vepër penale të moskallëzimit të krimit, keni nisur ju një hetim për këtë. Kjo ka të bëjë me laboratorin e Xibrakës, ku zoti Balliu i referohet një hetimi të prokurorisë së posaçme i rifilluar, pasi më parë ishte i pozulluar, për implikimin e mundshëm të shtetasit Orsi Rama në trafikim të narkotikëve. Siç jeni edhe dijeni, sepse është bërë publikisht e ditur, prokuroria e posaçme rifilloi hetimet e këtij procedimi penal, kreu gjithë veprimet e nevojshme hetimore dhe në përfundim konkludoi me vendimin e pezullimit të hetimeve për shkak se nuk u zbuluan autorët e veprës penale dhe aktet i kanë kaluar për ndjekje të mëtejshme policisë së shtetit. Tjetër pyetje zotit Balliu. Në media është raportuar një presion i mundshëm nga nivelet të larta të ekzekutivit apo nga eksponent të krimit të organizuar ndaj prokurorit të posaçëm Dritan Prençi në lidhje me një çështje që përfshin zëvendës kryeministrin Belinda Balluku. A ju ka informuar ju prokurori mbi këto presione dhe çfarë masash keni marrë keni marrë ju si drejtuesi SPAK? A e dini pse e them këtë? Sepse kam dëgjuar ta thotë zonja Balluku kudo ku shkel. Madje në fushat mlodhi edhe vota duke ofruar mbrojtje nga SPAK në emrin tuaj. Por me siguri ju këtë nuk e keni dëgjuar dhe nuk keni faj se s'keni qenë në terren, as ju dhe prokurorët e caktuar për qarkun fier. Tani, lidhur me çështjen e hetim nuk kam për të dhënë asnjë koment. Prokurori Prençi dhe të gjithë prokurorët e posaçëm kanë patur dhe kanë gjithë mbështetjen dhe përkrahjen time si drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Jam në komunikim përhershëm me prokurorin, të deri në këtë çast nuk më ka paraqitur ndonjë shqetësim lidhur me kërcënimet të mundshme ndaj tij për shkak të funksionit të tij. Zoti Prençi ka gjithë mbështetjen dhe solidaritetin tim në hetimin e çdo çështje që ai ka në ndjekje. Dhe ashtu si thash, jo vetëm zoti Prençi, por gjithë prokurorët e posaçëm të SPAK.
Si drejtuesi i prokurorisë së posaçme, në edhe një rast të vetëm nuk kam qenë bllokues hetimesh. Përkundrazi, jam munduar të krijoj një ambient ku prokurorët të ndihen të lirë për të ushtruar ndjenjën penale, një ambient ku prokurorët janë përgjegjës për veprimet që kryen në hetime, por edhe gjatë përfaqësimit të çështjes në gjyq. Dhe patjetër të gjithë i kam mbështetur dhe do vazhdoj t'i mbështes deri ditën e fundit që do jem drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Tjetra është zoti Balliu, në këtë vështrim për zonin Balluku ka disa kallëzime penale në SPAK, që nga Shitbreja Energjisë tek rrugët të ndërtimi i parqeve fotovoltaike tek tuneli Llogaras apo tek termocentralet anije Tigri 1 dhe Tigri 3. A janë në hetim këto çështje, sa kohë duhet për të jetuar, ku bëhet fjalë për miliona e miliona euro të shpërdoruar. Për shembull, ju vetë keni bërë një procedurë për ndërtimin e një parku fotovoltaik në godinën tuaj dhe e keni prokuruar me gjysmën e çmimit që e ka prokuruar zonja Balluku. Tani kaq të vështira janë këto çështje sa SPAK i duhen disa vite për të jetuar. Për shembull, çfarë ka kaq të vështirë për të hetuar tek Tigri 1 dhe Tigri 3? Ku vetë kompania raporton në Amerikë se që ka fituar një tender në Shqipëri, ndërkohë që tenderi në Shqipëri nuk është realizuar ende dhe procedura bëhet disa muaj pasi është deklaruar në Amerikë. Siç thash, sa kohë që janë çështje në hetim parapraku, nuk mund të jap asnjë lloj të dhëne apo informacioni lidhur me ju me sa pyesni ju zoti Balliu. Tjetër është që koha. Patjetër që koha është e rëndësishme në hetimin e çështjeve penale, por ajo që prokurorët e posaçëm kanë parasysh në hetimin e procedimeve penale që kanë në ndjekje është respektimi i kodit të procedurës penale që parashikon afatet e hetimit. Afatet e hetimit janë parashikuar në dispozitat e kodit të procedurës penale, çdo prokuror duhet të respektojë ato afate proceduriale. Është i detyruar, nuk është kështu taksative. Dhe sa kohë që çështjet janë brenda afateve proceduriale, atëherë ne patjetër edhe unë të isha në vendin tuaj do më duke një kohë shumë e gjatë, por ama duhet marrësh konsiderat rëndësinë e çështjes, specifikën e hetimit të çështjeve, ngarkesën e prokurorëve, që kanë shumë çështje prioritizimi i çështjeve e tjerë. Por, sa kohë që janë brenda afateve proceduriale të parashikuar në kodin e procedurës penale, patjetër që unë nuk mund të them që janë zvarritur këto çështje. Pyetje nga deputeti Flamur Noka. 10 vëzhgues të OSBE Odir e pan këtë, duhet të bëj dhe parantezën që ka bërë zoti Noka që ta kuptojmë atë pyetjen. Nga fundi i vitit 2024, ju miratuar një strategji dhe ngritet një task force për të parandaluar dhe luftuar krimet zgjedhore. Sipas OSBE Odir, kryeministri Edi Rama praktikisht bëri korrupsion aktiv në zgjedhje, duke i dhënë nga buxheti i shtetit 700.000 pensionistëve nga 100 euro secili me qëllim që të merrte votën e tyre apo fali miliona euro gjoba vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, vetëm që të merrte votat e subjekteve që përfitonin nga këto masa. Pyetjet e mia konsistojnë në këto drejtime. 10 vëzhgues të OSBE Odirit e pan këtë zoti drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Ata e bën punën e tyre edhe dhe e thanë se u shkel hapu ligji, sepse kjo nuk lejohet me ligj. Po ju si institucion, dihet gjë pse nuk e pat këtë? Pse nuk ushtrua ndjekjen penale, siç kushtetuta ju ngarkon si përgjegjësi? A nuk përbën korrupsion zgjedhor për ju që të ofrosh para nga buxheti i shtetit vetëm disa ditë para zgjedhjeve që të përfitosh vota? Çfarë bëri apo po bën SPAK për të ndëshkuar shkeljen e ligjit nga kryeministri në këtë rast? Tani, me që se referohesh OSBE Odirit, edhe unë dhe referohem raportit të OSBE Odirit, lidhur me veprimtarinë e SPAK. Dhe citoj, SPAK luajt një rol pozitiv në hetimin e korrupsionit zgjedhor dhe mekanizmi i ri i koordinimit me SPAK, KQZ-s dhe zyrës së prokurorit të përgjithshëm u konsideruar se pati një efekt të mundshëm parandalues. Vlen të përmendet se SPAK nisi 9 procedime me mekanizme vetjake, bashkëpunimi me SPAK, KQZ-s dhe zyrës së prokurorit të përgjithshëm, i bazuar në protokollin ndërinstitucional lehtësoi shkëmbimin e informacionit mbi krimet zgjedhore, përcaktimin e prioriteteve të hetimeve dhe në përgjithësi u vlerësua pozitivisht nga interlokutorët e Odir dhe tjerë. Dhe tani, sa takon faljes së gjobave. Çështja e gjobave të falura
Është hetuar dhe është vendosur mos fillim procedimi penal. Është verifikuar dhe me vendimin duke të datës 26 maj të vitit 2025, prokurori i çështjes, pasi ka kryer gjithë veprimet verifikuese, ka konkluduar me një vendim mos fillimi procedim penal. Kopja e vendimit të mos fillimit i është komunikuar kallëzuesve dhe nuk është ankimuar në gjykatë. Kjo është detyra e prokurorisë, të verifikojë çdo pretendim, dhe çdo pretendim është verifikuar, kopja e vendimit të mos fillimit, siç thash, është dërguar kallëzuesit dhe nuk është ushtruar në ankim në gjykatë. Osobeje Odir, pyetja tjetër e zotit Noka, Osobeje Odir flet edhe për rrjetin e patronazhimit, i cili nuk është asgjë tjetër, veç gjurmimit të qytetarëve, identifikimit të problemeve të tyre që kërkojnë zgjidhje nga shteti dhe presionimi i tyre për të marrë zgjidhjen që u jep ligji në këmbim të votës për Partinë Socialiste. Edhe kjo është korrupsion aktiv në zgjedhje. Pra, përdorimi i shtetit, favoreve apo punës së shtetit për vota, përdorimi i shtetit, favoreve ose apo punës së shtetit për vota. Funksionon kështu nëse nuk e keni dëgjuar dhe dëgjoni për herë të parë. Qytetari ka nevojë për hipotekën e shtëpisë, legalizimin apo hall tjetër. I shkon patronazhisti drejtor dhe i thotë ke nevojë për hipotekën, ne të sjellim në shtëpi, nëse ti na jep votën. A keni ushtruar ju ndjekjen penale për këto raste? Që bie ndesh me ligjin për standarde ndërkombëtare, thotë Odir, që përdor shtetin për vota, a jeni akoma tek urdhri i partisë për sekuestruar serverin e portalit lapsi.al pse bëri publike këto të dhëna? Pse nuk ka ndodhur kjo? A ka dështuar SPAK dhe task forca juaj për të mbushur përgjegjësinë ligjore për ndëshkimin e korrupsionit zgjedhor? Jani, sa i takon patronazhistëve, në momentin që patronazhisti evidentohet në rolin që ju përshkruani këtu, që jep, premton legalizim shtëpie, para, apo regjistrim të pronës në hipotek, me qëllim marrjen e votës, tu nuk kemi patronazhim, po kemi korrupsion aktiv apo pasiv në zgjedhje. Tani patronazhimi, ne nuk kemi një kod penal, një vepër penale të thuhet patronazhimi. Penalizojeni si kuvend, edhe ne të ushtrojmë ndjekjen penale. Sa i takon çështjes së lapsi.al, asaj i referoni, kjo çështje është transferuar që në shtator të vitit 2021 në Prokurinë e Jurisdiksionit të Përgjithshëm Tiranë. Dhe nuk kam një informacion se çfarë është bërë lidhur me këtë procedim penal. Ajo që mund të them unë, po, kemi patur një rast ku është denoncuar një aplikacion që quhet Vendi Im. Dhe është hetuar nga prokuroria e posaçme dhe është vendosur mos fillim procedimi për këtë rast. Sepse nga analiza e akteve të administruar për interes të kallëzimit penal, ka rezultuar se të dhëna në domain janë të siguruara manualisht nga antarë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste dhe nëpërmjet administrimit të listave të zgjedhësve nga ana e KQZ-s. Të dhëna janë hedhur prej tyre në librin digital të kontakteve në domenin e emërtuar www.vendiim. Sipas procedurit të këqyrjes, evidentohet qartë fakti se mbledhja e këtyre të dhënave në këtë domain nuk merret nga një sistem elektronik i cili menaxhohet nga Akshi i Albania apo regjistri kombëtar i gjendjes civile. Mbledhja e të dhënave apo administrimi i listave të zgjedhësve dhe ekstraktit të përbërësve zgjedhor në dispozicion të subjektet zgjedhore dhe publikut nëpërmjet KQZ-s, si dhe hedhja mandej në domeine për efekt të një menaxhimi sa më thjeshtë, si dhe për punimin e tyre, sipas vendimeve të marra nga organet ligjzatuese të çdo subjekti politik në kuadër të fushatës zgjedhore apo ushtrimet të vëmendërisë së saj, mund të kontraktohet, aplikohet dhe përdoret nga çdo subjekt zgjedhor me kushtin që këto të dhëna të mos ndërveprojnë dhe shkëmbejnë informacion me domenet shtetërore, siç thash, Akshi i Albania, regjistri kombëtar i gjendjes civile e tjerë. Është vendosur mosfillimi, kopja e vendimit të mosfillimit është dërguar kallëzuesit dhe vendimi i mosfillimit edhe sot që flasim është në fuqi. Tjetër është ai ka mbushur, ka dështuar SPAK dhe task forca juaj për të përmbushur përgjegjësitë ligjore për ndëshkimin e korrupsionit zgjedhor. Tani, unë e kam përmendur edhe herë të tjera, SPAK ka verifikuar çdo pretendim të kallëzuesve. Qoftë në rastin kur kallëzuesit kanë qenë subjekte politike,
rastin kur kallëzuesit ka qenë qytetar shqiptar, madje edhe kallëzime anonime apo institucione shtetërore. Në çdo rast, dhe ky ka qenë edhe objektivi i task force-s së ngritur, që në çdo rast verifikimet të bëheshin në kohë rekord, me qëllim që secili kallëzues të kishte një vendimarrje në një kohë sa më të shpejtë. Dhe ne kemi vendosur në 43 raste mos fillim procedimi penal. Nga 43 raste janë ankimuar në gjykatë vetëm 3. Dhe gjykata ka lënë në fuqi vendimet e mosfillimit të procedimit penal. Kryesisht këto kallëzime penale kanë patur për objektiv punësimin e paligjshëm, ajo që quhet asfalti elektoral apo dhe përdorimi i administratës publike. Dhe ne si institucion, thash në kohë rekord, kemi verifikuar gjithë materialet kallëzuese dhe kemi disponuar në vendim mosfillimi. Sa kohë që kallëzuesit, përfshirë dhe ju, nuk keni ankimuar këto vendime mosfillimi, tregon që jeni pajtuar me këtë vendimarrje të prokurisë së posaçme. Sa i takon procedime penale të regjistruara, ne kemi në hetim disa procedime penale të rëndësishme, kemi marrë në përgjegjësi penale disa subjekte, vazhdojnë hetime edhe për subjekte të tjerë, hetime të cilët kërkojnë kohën e vet dhe në momentin që do kemi edhe diçka për të ndarë më tepër me opinionin publik, patjetër që do e ndajmë. Tjetër, për OSBE ODIR në zgjedhje konstatuar gjerësisht përdorimi i grupeve kriminale nga partia në pushtet. 10 vëzhgues të OSBE-s konstatuan këtë, pa patur as hetues të BKH, as shish në dispozicion, as oficer të policisë gjyqësore, as prokuror, madje pa dalë fare duke pozuar në foto, sikur po bëjnë gjëmën krimeve zgjedhore. Pyetja ime është, po ju e konstatuat këtë? A e pa zonjën Vokshi që kësënoi live me vajzën nga kartili Xhabafti? Po mua që në vend të Gonxhes më doli padroni i tij Xhabafti që më tregonte se aty do fitonte Rama, apo ju nuk ju rezultoi ky krim elektoral sepse ishte banda e partisë. A ndërhyt ju në ndonjë rast për të goditur krimin organizuar që është i përzier si banda elektorale e partisë në pushtet në zgjedhje, apo duhet të presim 2029 që të dalë në ndonjë përgjim skaj, siç ndodhi në rastin e Durrësit në 2021, ku rezultonte që krimi organizuar kishte caktuar edhe listën e kandidatëve të PS-s, por ju e konstatuat këtë 4 vjet më vonë. Sa takon krimit të organizuar, siç edhe unë e përmenda, prokuroria e posaçme ka bërë punën e saj, duke regjistruar procedime penale, kryer hetime, ngritur akuzë, kërkuar masa sigurimi dhe duke dërguar për gjykim grupet strukturore kriminale dhe organizata kriminale që u përkasin rrethave kryesore të Shqipërisë. Organizata kriminale të cilat vërtet kanë qenë bërë shqetësim edhe jo vetëm për shoqërinë, por edhe për shtetin dhe për gjithë qytetarët shqiptarë. Dhe ne kemi qenë të vëmendshëm edhe sa i takon përfshirjes së krimeve të grupeve të krimit organizuar në zgjedhje, kemi bërë verifikimet tona në çdo rast që jemi vënë në dieni dhe kemi kryer verifikimet e nevojshme. Patjetër që ka ndoshta shumë punë për të bërë, por ne kemi bërë më të mirë, mos harrojmë që jemi një institucion me 20 prokuror edhe me rreth nuk do theja 60 hetues, sepse një pjesë e mirë e tyre janë të sektori i përgjimit dhe nuk janë në terren, por rreth 40 sa hetues byros kombëtare të hetimit dhe kemi përballuar prokurorët e posaçëm gjatë gjithë periudhës së fushatës zgjedhore, kanë përballuar një volum pune shumë të madh dhe kanë bërë çfarë ka qenë e mundur në drejtim edhe të evidentimit të rasteve të krimit organizuar të përfshirë në zgjedhje. Patjetër, asgjë nuk ka mbaruar, ne hetojmë në momentin që kemi prova, kushdo që tjetë i përfshirë do vjet para përgjegjësisë penale. Sa i takon përballjes së zonjës Vokshi me Xhabaftin, por edhe ju zoti Noka ju thoni me kartelin e Xhabaftit, tani ne lidhur me këtë kemi ardhur në dieni dhe prokurori i ngarkuar prokurori i Spakut që mbulonte Tiranën ka marrë kontakt direkt, ka qartësuar situatën dhe të përgjigja kemi dhënë zotit Balliu, duket në komision të ligjeve. Dhe kemi verifikuar që nuk ishte kompetenca jona, dhuna që ushtroi ndaj një deputeti. Nuk është në kompetencë tonë, ne kemi deputetin subjekt të posaçëm, po jo dhuna që ushtroi ndaj një deputeti.
Dhe ne direkt, patjetër, kemi njoftuar Prokurinë e Tiranës dhe ju kemi kërkuar atyre të përfshihen në ndjekjen e rastit. Kemi bërë veprime të shpejta në kohë rekord këto që thash, por nuk ishte rast që mund të trajtohej nga ne, por nuk është se mbyllën veshët. Jo, e adresuam atje ku duhej adresuar. Tjetër, por rasti i ndërhyrjes Tjetër pyetje, por rasti i ndërhyrjes në Durrës tek troplinët, me hetime kërkesë të autoriteteve të huaja u kërkua arrestimi i tyre që në shkurt 2025. Ju dhe Irena Gjoka Maneku shpata e mbajtit këtë kërkesë nga shkurti deri në maj derisa të mbaroni zgjedhjet. Them kërkua të arrestoni sepse ato mbaruan punën e zgjedhjet dhe pastaj u njoftuan e ja mbathën e sot janë në drejtim pa ditur. Në fakt, si pjesa dërmuese e krerëve të organizatave kriminale që keni shpallur me bujë se keni goditur. E vërteta është që çdo goditje ka ardhur për organizatat kriminale ku ka burimin të dhënat Sky, Enkro apo kërkesat e autoritetet të huaja kur jeni kujtuar ju për të arrestuar, pjesa dërmuese ja ka mbathur. A keni ju ndonjë përgjegjësi që secila prej bandave të lidhura me pushtetin vijon e qetë të shijojë lirinë dhe pse zyrtarisht janë shpallur në kërkim? Banda e Durrësit, banda e Elbasanit, jo vetëm kaq, por vijojnë edhe të marrin punë publike leje ndërtimi. Zoti Noga, unë kam sqaruar me 10 herë këtë histori dhe para nuk është një punë e dhuruar nga autoritetet e huaja, ka qenë një skuadër përbashkët hetimore, ka qenë një xhit mes prokurorisë së posaçme dhe prokurorisë së Barit. Dhe kemi bashkëpunuar me ta në hetimin e kësaj çështje, një hetim i suksesshëm. Prokuroria e posaçme ka depozituar kërkesën në gjykatën e posaçme që në datën 19 mars të vitit 2025, kërkesë për caktim masës sigurimi. Vendimi i gjykatës na është vënë në dispozicion në datën 5/5/2025. Në datën 7/5/2025 është organizuar një takim koordinues në ambientet e zyrës së prokurorisë së posaçme me prokurorin e çështjes së prokurorisë antimafia të Barit, si dhe me disa hetues të dias së Barit. Dhe aty në atë takim u konkludua se si do ekzekutoheshin masat e sigurimit dhe kur do ekzekutoheshin masat e sigurimit. Dhe kjo ndodh gjithmonë kur kemi xhit. Nuk vendosim, marrim masat e sigurimit, marrim vendimin e caktimit masave sot dhe nesër ekzekutojmë masat e sigurimit. Jo. Kër marrim kohën e mjaftueshme sepse flasim për të kërkuar persona ndaj cilëve të caktuar një masë sigurimi që janë në Itali, janë në Shqipëri dhe në disa vende të Bashkimit Evropian. Dhe duhet koordinim, gjithmonë koordinojmë edhe me Europol për të marrë të dhëna lidhur me lokacionet vendodhjet e mundshme të personave për cilët ne gjykata lëshon masat e sigurimit dhe pastaj vendoset. Kjo është e gjithë e vërteta. Kjo dhe nuk ka sa i takon pjesës tjetër që a keni ju ndonjë përgjegjësi që secila prej bandave të lidhura me pushtetin vijon e qetë, shijojë lirinë dhe pse zyrtarisht janë shpallur në kërkim, jo vetëm kaq, por vijojnë dhe të marrin punë publike, leje ndërtimi etj. Përgjegjësia e një prokurori zoti Noka, se keni qenë edhe ministër i brendshëm, është një dhe vetëm një. Të hetoj, grumbullojmë prova, bëj një hetim të plot, të gjithanshëm, objektiv, të ngrënë një akuzë dhe të përfaqësoj akuzën në gjykim. Në çdo rast kur prokurori merr një vendim gjykate për caktim masë sigurimi apo për ekzekutim vendim dënimi të formës së prerë, i vetmi veprim që bën prokurori është një urdhër ekzekutim masë sigurimi apo urdhër ekzekutim vendimi në rast se kemi një dënim dhe ja dërgon policisë së shtetit për ekzekutim. Në rastet ku nuk gjendet në territorin e Republikës së Shqipërisë, po sërish, pasi sinjalizohet nga policia e shtetit, prokuroria investohet me një urdhër kërkimi ndërkombëtar. Dhe kjo nuk është praktik vetëm e prokurorisë posaçme, ka qenë praktik që pak 25 vjet që unë jam në prokurori, vazhdon dhe sot me këtë praktik prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm. Pra ne e kemi bërë punën. Patjetër, ne posunojmë dhe pasuritë e vëna nga krimi, e kemi bërë publike edhe në të dy çështje që ju përmendim, kemi sekuestruar asete në vlerë të konsiderueshme. Patjetër, puna vazhdon për gjurmimin me qëllim sekuestrimi dhe konfiskimi të produkteve të veprës penale.
elektorale, i cili dhe ky nuk është një proces i lehtë, por ne jemi të angazhuar për të shkuar deri në fund. Tjetër, kam një pyetje që lidhet me task forcën e zgjedhjeve, krijuar në fund të vitit 2024, edhe pse ajo si njihet si task forca mes prokurorit përgjithshëm, SPAK, KQZ, ne kemi parë që në çdo takim tuaj ka qenë prezente edhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit. OSBE ODIR në fakt na ka kthyer tek standardi i zgjedhjeve të 2001-shit sa i takon rolit të policisë në zgjedhje. Nga ana tjetër, për secilin prej nesh që ka qenë në terren, kemi vërejtur që më shumë se sa si njësi ligjzbatuese, policia e shtetit u shndrua në njësi që mbronte krimet elektorale, intimidonte mbështetësit e opozitës apo mblidhte vota për partinë në pushtet. OSBE ODIR citohet të thotë se ka patur raste të intimidimit të votave të votuesve nga policia e shtetit. Pyetja juaj është: cili është roli i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit në task force dhe çfarë raste ka përcjell policia e shtetit për trajtim policia e shtetit për trajtim në këtë task force? Me aq sa ju kujtoni, a mund të na thoni, a ka bërë policia e shtetit ndonjë referim në SPAK mbi ndonjë kandidat të mazhorancës socialiste, apo për persona të përfshirë në fushatën e partisë në pushtet, apo të gjitha referimet ishin shpifje kundër opozitës nga punonjës të veshur në formën e policisë së shtetit? A i keni vërejtur ju këtë fenomen në zgjedhje që ku në drejtim të policisë është Proda dhe në Albati? Tani, ju vetë keni konstatuar me drejt, zoti Noka, që policia e shtetit nuk ka qenë pjesë e marrëveshjes së lidhur mes prokurisë posaçme, prokurisë së përgjithshme dhe KQZ-s. Ju mund keni parë, po vetëm në një takim kemi qenë në ambientet e KQZ-s, me sa mbaj mend, ka qenë edhe prokurori i përgjithshëm dhe unë si drejtuesi i prokurisë posaçme, edhe zoti Celibashi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Por policia e shtetit nuk ka qenë pjesë e kësaj marrëveshje, e kësaj task force. Tani, marrëdhënia me policinë e shtetit që takon krimet zgjedhore është si për çdo lloj krimi të një natyre tjetër. Policia e shtetit ka bërë disa referime, nëse ju keni durimin, ka bërë 36 materiale referuese, ka depozituar 36 materiale referuese në prokurorinë e posaçme, patjetër që rast pas rasti kemi bashkëpunuar në hetimin e rasteve të referuara nga policia e shtetit, kemi patur një marrëdhënie institucionale lidhur me këtë pyetje që ju bëhet. Nuk e kam të informacion sepse nuk e shoh me atë sy ato kallëzimet, por nëse ju jeni të interesuar, mund të më adresoni një shkresë që t'ju japë dhe unë të shoh edhe unë gjithë 35 materiale të referuara nga policia e shtetit, dhe për më tepër që këtu thash ne për 2024 për të raportuar, jo për 2025, por me qenë se është një çështje e ndjeshme dhe unë po jap shpjegimet përkatëse. Por jeni i ftuar që të bëni një shkresë dhe unë t'ju jap një përgjigje me shkrim. A mendoni ju që në zgjedhjen në vend që policia e shtetit ishte në ura dhe SPAK, në shumë raste vërejt që SPAK ishte në ura dhe policisë së shtetit, apo thënë më qartë investoheshin në çështje që sajonte policia e shtetit për të shfokusuar vëmendjen nga krimet reale zgjedhore që po kryeshin nga partia në pushtet? Marrëdhëniet policisë së shtetit dhe prokuria e posaçme janë të normuara nga Kodi i procedurës penale si dhe nga ligjet përkatëse, qoftë ligji 95/2016 i hyjni, qoftë ligji për policinë e shtetit. Janë dy agjenci të zbatimit të ligjit me role të ndryshme me qëllim të njëjtë, që është lufta kundër kriminalitetit, që bashkëpunojnë në veprimtarinë e tyre të përditshme. Tani, ne nuk kemi mjaftuar me ato referimet e policisë së shtetit. Ne kemi regjistruar dhe procedime kryesisht dhe për këtë po e them, sepse janë procedime të regjistruara nga ne, ka të kallëzuar, domethënë kam materiale, procedime penale të regjistruar për përfaqësues të subjekteve të ndryshme politike, përfshirë majorancë, opozitë e tjerë. Për ato që kemi regjistruar kryesisht, sepse kemi 9 procedime, madje 9 procedime dhe i kemi regjistruar vetë dhe kam këtë informacion. Si rezultoi strategjia e miratuar në 2024 për të luftuar krimet zgjedhore, sepse çdo shqiptar i ndershëm këtij vendi pyet cili është bilanci që keni deri më tani. Publikisht deri më tani kemi 2 goditje çështje të hetuara, të dyja të lidhura me PSD-n. Rasti i parë, ai një kandidate në firë që kishte qenë me PS-n dhe kaloi me PSD-n për shkak të konfliktit me Belinda Ballukun, sipas jush rezultojnë që ajo kishte bërë namin duke blerë vota. Ndërkohë, sipas KQZ-s, kjo gjithsej jashtë e brenda vendit ka marrë në 200.000 votues dhe vetëm 187 vota. Po
pra Cenoklosi, për shembull që ka marrë 18.000 i ka vota vlerësimi nga qytetarët, kjo 187 vota gjithsej i ka blerë. Goditje e fuqishme, keni kryer e shumë për të vlerësuar kjo. Ky është një koment me cilin nuk pajtohem as pak dhe s'ka pyetje dhe s'kam çfarë t'jap përgjigje. Rasti i dytë është ai kryebashkiaku të Vargut të Dijes, atë para se ta bëni gjuhë publike, e bëri publike kryeministri Edi Rama. Çdo qytetar e mban mend kritikën e kryeministrit. Kristian mos luaj me 2 porta dhe në fakt 2 ditë pas kësaj deklarate të Edi Ramës, kristianit i shkojnë tek porta e SPAK, keni bërë shumë mirë, ai është kundërshtari ynë. Edhe vota ka blerë edhe në 2023-shin. Vese atëherë ishte me Edi Ramën dhe nuk e gjente gjë në zgjedhjet 2025, nuk ishte me Edi Ramën dhe e pas pak tek dera. Procedimi penal ka filluar kohë para këtij deklarimi dhe unë mund të them që po, ky është një hetim i suksesshëm dhe ka bërë të mundur marrjen e përgjegjësive penale dhe dërgimin për gjykim të kryetarit të Bashkisë së Vargut të Dijes për një vepër penale shumë problematike siç është ajo e korrupsionit aktiv në zgjedhje. Tani pyetja ime është, vërtet këtë bilancë quani sukses? Nuk turpëroheni nga ky bilanc? Pra, kandidatët e PS-s as kanë blerë vota, as kanë përfshirë krimin organizuar në zgjedhje, as kanë ofruar shpërbime shtetërore në këmbim të votave, as kanë përdorur punonjësit e administratës publike si shtabe elektorale, s'kanë bërë asgjë nga këto. Këto janë sajesa të opozitës dhe Odirit. Këto janë ato që ju shprehni zoti Noka. Unë nuk kam asgjë për të komentuar, sepse nuk mund bëj një koment mbi komentin tuaj. Unë di them që prokuroria e posaçme, siç e mjafton lexoni në raportin e SBI Odirit, siç ju i referoni shpesh, lidhur me rolin e prokurorisë së posaçme në zgjedhjet e vitit 2025. Patjetër, nuk jam i kënaqur, patjetër, ka mundësi shumë për të bërë, por duhet marrim në konsiderim, duhet të kemi parasysh burimet njerëzore të kufizuara dhe volumin shumë të madh që ai institucion ka. Tjetër, pyetjet për deputetja Elda Hoti. Pyet, a mendoni ju që nëse bosët e organizatave kriminale vazhdojnë të jenë në liri, lufta e pretenduar ndaj krimit të organizuar ka qenë efektive, nëse ata vazhdojnë të marrin punë publike, koncesione, leje ndërtimi, atëherë besoni realisht që ata janë dobësuar nga urdhër arrestet e SPAK? Unë e përmenda pak edhe në një pyetje që më bë pak më parë, detyra e prokurorisë së posaçme është të regjistrojë procedim penal, të kryejë një hetim objektiv gjithanshëm, ngrejë akuzë, të kërkojë mas sigurimi kur ka vënd për kërkuar dhe pastaj të ngrejë akuzë. Nga ana jonë, si institucion, ky detyrim është përmbushur. Në disa raste kemi ngritur akuza për organizata kriminale, grupe strukturore kriminale, masa sigurimi gjithashtu janë lëshuar nga gjykata dhe prokuroria e posaçme nuk ka gjë tjetër, nuk mund të bëjë gjë tjetër veçse të urdhërojë ekzekutimin e masave të sigurimit dhe t'i shpallë në kërkim ndërkombëtar në rastet ku kjo masë sigurimi nuk ekzekutohet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe këtë detyrim ligjor ne e kemi përmbushur. Por duhet të them edhe diçka tjetër, po të shikosh trendin e ekstradimeve, ka një trend të rritës të ekstradimeve nga gjithë vendet e Europës, por edhe ke patur raste edhe nga Amerika Latine, nga Emiratet dhe numri të ekstraduarve, sidomos në vitin 2024, por edhe në vitin 2025, numri i personave që kapen jashtë Republikës së Shqipërisë dhe ekstradohen në Shqipëri për qëllime të masës sigurimit apo të ekzekutimit të një vendimi dënimi janë gjithmonë në rritje. Kështu që e rëndësishme është që t'i vësh para përgjegjësisë penale. Herët vonë ata do kapen dhe do vuajnë pasojat e kundërligjshmërisë që ata kanë kryer. Një pyetje tjetër është, a ka ndonjë çështje në hetim SPAK lidhur, të bëj edhe parantezën sepse nuk ka kuptim pyetja. Në një investim, kështu e keni shkruar, në një investim të mediave do të jetë një investigim të mediave italiane, rezulton se një bos i krimit të organizuar, shtetasi Artur Shehu, bën marrëveshje me përfaqësues të qeverisë shqiptare për të investuar në Shqipëri në një takim të zhvilluar në Aruba. Dhe vërteta është që ky person ka kryer disa investime në Shqipëri më pas.
A ka ndonjë çështje në hetim SPAK lidhur me këtë shtetas apo lidhje e tij me qeverinë shqiptare për të pastruar paratë e krimit në ndërtim? Nuk kam asnjë koment në lidhje me këtë pyetje. Pyetja tjetër e zonjës Hoti, në raportin e fundit të Departamentit të Drejtësisë, Departamentin Amerikan të Shtetit, për klimën e investimeve në vitin 2024, ndër të tjera theksohet edhe ndërhyrja e krimit të organizuar në investime, apo përdorimi i parave të pista në investime. Ndërkohë, antimafia italiane ka qenë konkrete, duke theksuar se parat e krimit të organizuar pastrohen në sektorin ndërtimit, konkretisht në kullat në Tiranë dhe në resortet turistike në Bregdet. Në këtë drejtim unë kam dy pyetje. Dhe pyetja e parë është, a mendoni ju që ka hapësirë për pastrimin e parave të krimit në investime publike apo me leje të autoriteteve publike në kullat në Tiranë apo resortet investimet në Bregdet, dhe a ka ndonjë hetim SPAK në këtë drejtim? A keni ndonjë hetim konkret për këtë fenomen që është skenari më i rrezikshëm për ekonominë shqiptare? A ka ndonjë referim në SPAK nga policia e shtetit apo nga Agjencia e Inteligjencës Financiare? Nëse po, sa është numri për vitin 2024? Dhe pyetja tjetër është, ligji për prokurimin publike ndalon që persona të dënuar për një rreth të caktuar veprash penale, përfshi edhe krimi organizuar apo trafiku i drogës, nuk mund të përfshihen në prokurime publike. Në fakt, rezulton që këta persona shpesh përfitojnë prokurime publike, qoftë si kontraktor apo nën kontraktor, apo duke maskuar në kompanitë e tyre në emër të personave të afërt. A keni ju ndonjë hetim për shpërdorim të tyre për rezultate të lartë që lejojnë fenomene të tilla apo mbyllin syt para ndalesave të tilla? Në këndvështrimin tuaj, përfitimi i tenderave publik nga persona me rekorde kriminale është luftë ndaj krimit të organizuar apo e fuqizon krimin? Tani, lidhur me pastrimin e parave, unë dash edhe shifra konkrete se sa për punën që ka bërë SPAK, si për numrin e procedimeve penale që ka ardhur gjithmonë në rritje, edhe numri i personave të hetuar, edhe numri i personave të gjykuar ka ardhur gjithmonë në rritje për veprën penale të pastrimit të parave, po një tregues tjetër është edhe sekuestrimet dhe konfiskimet e kryera në hetimet tona, e cili edhe numri, edhe vlera pasurive sekuestruara dhe konfiskuara, siç e përmendat në raport, ka ardhur në rritje. Nga SPAK hetohet çdo zyrtar për cilin ka prova se gjatë ushtrimit të detyrës ka kryer një vepër penale, qoftë dhe ata që kanë konsumuar veprën penale të shkeljes barazisë pjesëmarrëse në tendera apo kanë favorizuar, për më tepër kanë favorizuar organizata kriminale apo grupe kriminale duke ju dhënë tendera atyre. Sa takon referimeve nga policia e shtetit, për vitin 2024 janë vetëm 2 referime nga policia e shtetit për veprën penale të pastrimit të parave. Nga FIU nuk ka ndonjë referim, por patjetër me ish-FIU ne kemi një komunikim të shpesh, ne shkëmbejmë informacione të shumta, informacione të cilat i përdorim në hetimet tona. Tani ju më thoni doni edhe një këndvështrim timin për përfitimin e tenderave publik nga persona me rekorde kriminale, nëse këto e fuqizojnë krimin, po patjetër që e furnizojnë krimin. Nëse grupet të krimit organizuar, qoftë në formën e grupit strukturuar apo organizatave kriminale, arrin të fusin duart edhe në fondet publike, patjetër që ata forcohen më shumë, nuk dobësohen. Pyetjet nga deputeti Belind Këlliçi. Sekretaria do bëj verifikimin, po më njoftojnë që gjitha pyetjet janë dorëzuar. Gjithsesi do t'i verifikojnë tani. Sot Dumani vazhdoni me përgjigjet e pyetjeve të tjera. Deputete, unë vetëm ato kam. Nëse unë ato kam, nuk është se kam të tjera. Se ka ndonjë gabim, do të korrigjohet, po nuk më rezulton. Më rezulton që të gjitha pyetjet janë vënë në dispozicion.
Gjithsesi vazhdojmë, sekretaria do bëj verifikimin, nuk ka për ta bërë temë kaq të madhe. Të mbaroj. Tani. Një pyetje, po keni të drejtë janë disa pyetje tjera, por unë ka patur tjetër u verifikua, besoj edhe nga sekretaria. A ka regjistruar SPAK ndonjë procedim penal në lidhje me abuzimin e mundshëm në fondet e IPART në Shqipëri? Po, ka regjistruar një procedim të tillë, kam diskutuar, kam pohuar edhe në Komisionin e Ligjeve, por është bërë edhe një deklarim publik nga ana e prokurisë së posaçme. Çështja është në hetim dhe po bashkëpunohet ngushtë me OLAF dhe me zyrën e Prokurorit Publik Evropian. Me OLAF kryesisht si iniciues dhe i këtij procedimit. Dhe tani pse nuk hetohet Frida Krivca, të garantoj që do hetohet në atë procedim penal, hetohet çdo person i cili dyshohet se gjatë kryerjes së detyrës ka kryer veprime të kundërligjshme. Është një çështje prioritare, thash kushtëzohemi nga bashkëpunimi dhe me autoritetet e huaja. Pyetja tjetër e bërë nga deputeti Ahoti është pse në rastet që lidhen me ministrat e qeverisë, si në rastin e Krivcës, nuk ka asnjë reagim publik apo veprim të menjëhershëm nga prokuroria e posaçme, ndërsa për rastet që përfshin opozitën, veprimi është i menjëhershëm dhe i zëshëm. Ky është një vlerësim i juaj, zonja deputete, ne jemi të ftohtë në hetimin e çështjeve penale, nuk na intereson se nga cili kamp politik vjen subjekti i veprës penale, e rëndësishme është që të sigurohen provat dhe të ngrihet një akuzë e suksesshme. Pyetja e fundit e zonjës Hoti është: a mund të na sqaroni se në cilën fazë ndodhet hetimi, nëse ekziston, dhe kur pritet që publiku të njihet me rezultatet e tij? Besoj me çështjen e IPART e keni këtë pyetje. Zë deputete, tek shtata lidhni me IPART-in, thash jemi në fazën e hetimeve paraprake. Tani kaq ka mund tani. Tani kjo nuk është e drejtë, sepse unë kam 6 orë atje dhe po prisja pyetje, tani ndodhem një situatë, s'ka probleme, i përgjigjem gjitha pyetjeve, por dua të them që mua më shton që në orën 10 do keni pyetje depozituara me shkrim, me qëllim që edhe ne të përgatitemi si institucion. Tani, pyetje shtesë nga deputetja Elda Hodi. Sa e pavarur është një gjyqtare? Më falni, nëse janë pyetje shtesë, nuk pranohen. Nëse janë pyetjet e depozituara para orës 10, më fal ta sqaroj. Zoti Noka, të lutem thjesht po sqaroj. Atë shikoj, këtë shtesë. Dakor. Nëse janë pyetje të depozituara para orës 10, të lutem të merremi vesh. Ka mundësi të flas vetëm një njeri? Sa? Zoti Kliçi, janë pyetje para orës 10 të depozituara. Dakor, nëse janë para orës 10, do vijohet me përgjigjet e pyetjeve. Dakor. Shiko, unë nuk e thash për të shpëtuar përgjigjeve, për t'ju ikur përgjigjeve, por realisht në krye të fletës është pyetje shtesë. Unë këtë thash. Sa e pavarur është një gjyqtare e cila vazhdon jep vendime me palë prokurinë e posaçme, ku ndërkohë është në hetim nga ana juaj, përse ndaj saj nuk kërkohet një masë sigurimi, qoftë edhe lehtë, siç mund të jetë pezullimi nga ushtrimi i detyrës apo funksioni publik, duke qenë se rreziku i pavlefshmërisë së procedurave të ndjekave për saj është evident. Bëhet fjalë për gjyqtaren Irena Gjoka. Kjo çështje është në hetim paraprak, është në fazën e hetimit të paraprak dhe është regjistruar si procedim penal në muajin qershor 2025. Sa kohë që është në hetim paraprak, nuk mund të jap asnjë informacion tjetër shtesë për të. Pyetja tjetër e zonjës Hoti është: a keni praktikë që në rastet kur gjyqatat e seancës paraprake fton prokurinë të bëjnë ndryshimin e cilësimit ligjor të veprës dhe ju në gjykim shkoni me akuzën tuaj e jo atë të cilësuar nga gjykata? Kjo është një pyetje procedurale, shumë e mirë faktikisht, por
Nëse gjykata të fton që ti të bësh ndryshimin e cilësimit procedural, ndryshimin e cilësimit ligjor gjatë gjykimit para gjyqtarit të fazës paraprake, ti ose je detyruar si prokuror të reflektosh me një ndryshim akuze, ose mund vendoset kthimi i akteve për hetime të mëtejshme nga gjyqtari i seancës paraprake. Është diçka shumë teknike procedurale. Pyetja tjetër, a ju duket e drejtë për çështje të ndryshme e mbani të regjistruar si procedim me pa emër, me vite, si për shembull 2, 3, 4 apo edhe 5 vite, dhe në një moment ngrini akuzë, përfundoni hetimet dhe dërgoni për gjykim, ndërkohë që mbrojtjes i mbeten vetëm pak ditë për të përgatitur mbindosje që ju i keni mbledhur në 5 vite. Tani, ky është një vlerësimi i juaj që e mbajnë dosjen me vite 2, 3, 4 apo 5 vite. Unë thash edhe në përgjigje të një pyetje të mëparshme. Për prokurorin e rëndësishme është respektimi i afateve procedurale. Së pari që çështja të mos shkojë në parashkrim, dhe së dyti në momentin që regjistrohet emri i personit në regjistrin e procedimeve penale, të respektojë afatet e hetimit paraprak që lidhen me personin në hetim. Dhe prokurori është detyruar të respektojë afate, pasi në të kundërt shkon drejt pavlefshmërisë. Sa i takon përfundimit të hetimit dhe dërgimit për gjykim, aty edhe në këtë moment, për këtë moment ka afate procedurale të përcaktuara qartë që nga momenti i përfundimit të hetimeve, mbrojtësi i të pandehurit vetë ka të drejtë të bëjë kërkesa memo, kërkesa për pavlefshmëri, për papërdorshmëri, kërkesa për kryeveprime shëtimore shtresë, kërkesa për ndryshim të cilësimit ligjor, për pushim akuze, etj. Dhe prokurori brenda këtij harku 10 ditor është detyruar të përgjigjet me një vendim kërkesës së subjektit të ndjekjes penale. Pyetja tjetër është përse në çështje të ndryshme, kur merrni të pandehur për shembull antar të komisioneve të dhënies së koncesione, ju ngrihni akuzë vetëm për shpërdorim detyre, rastet e incineratorit Fierit të Elbasanit, Fierit dhe Tiranës, kur ndërkohë tek çështja e sterilizimit keni ngritur akuzë dhe për shpërdorim detyre dhe për falsifikim. Pra, ku qëndron parimi i sigurisë juridike, ku për procedura të ngjashme PPP zbatohen kualifikime të ndryshme. Këto janë dy çështje të ndryshme, kanë dy tipologji të ndryshme dhe rastit nuk i ngjan dhe është vlerësimi i prokurorëve që kanë hetuar çështjet respektive për t'i atribuar akuzat respektive, qoftë për shpërdorim detyre apo dhe për shpërdorim detyre dhe falsifikim. Pyetjet e deputetit Perind Këlliçi. Pyetja e parë ka të bëjë me duhet të bëj dhe ky vend ka miratuar një ligj të posaçëm që njihet si ligji i dekriminalizimit, sipas cilit personat e dënuar brenda dhe jashtë vendit duhet të deklarojnë dënimet. Vetë SPA ka marrë pandehur dhe më pas gjykata i ka dënuar disa zyrtarë që kishin fshehur dënimin. Kujtoj Kreshnik Ajdarën, kryetari i Bashkiakut në Koçovës, Qelim Ismailën, të Mallakastras etj. Detyrimin për deklaruar kanë dhe gjyqtarët, por gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka, Shpata Maneku, edhe pse sipas dokumenteve shtetërore të shtetit grek të bëra publike prej më shumë se një viti tashmë, rezulton e dënuar në Greqi, fakt të cilin ajo nuk e ka deklaruar as gjatë procesit të vettingut dhe as në formularin e dekriminalizimit, por ajo vazhdon të punojë si gjyqtare. Tani, lidhur me këtë çështje, ajo që dua të them është që ajo që përgjigja që i dhash dhe deputetës Hoti, ajo çështja është në hetim, është në vlerësimin e prokurorit që ndjek hetimet e çështjes, të konkludoj ka vepër penale dhe mëtej nëse ka vepër penale të ngrë akuzë ndaj personit të kallëzuar apo persona të tjerë. Sa kohë që është çështje në hetim, unë nuk mund të jap asnjë shpjegim apo informacion tjetër. Tjetër është që atyre ditëve ka dalë në sipërfaqe skandali i aeroportit Vlorës, ku të dhënat tonditëse tregojnë që kemi të bëjmë me një garë fiktive me kompani që janë përdorur vetëm për të plotësuar kriteret dhe më pas janë tërhequr me miratimin po të vetë qeverisë. Ju keni deklaruar se keni një hetim mbi aeroportin e Vlorës. Pyetja ime është, pyetja e zotit Këlliçi.
Çfarë duhet të ndodhë më shumë që të arrestohet zëvendës kryeministre Belinda Balluku, e cila rezulton që ka firmosur miratimin për tërheqjen e kompanisë fiktive turke, ndërkohë që ajo kompani ishte e vetmja që plotësonte kriteret e garës koncesionare. Dhe kompania në një investim që sjell miliona euro fitim në një vit ka shitur gati gjysmën e aksioneve. Skema 5D e implikuar nga Rion Veliaj duket se nuk kanë qenë izoluar vetëm në Bashkinë e Tiranës. E njëjta skem, por kësa herë 5B rezulton që të jetë aplikuar dhe në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, që drejtohet nga Belinda Balluku, ku drejtorët e saj edhe pyetja është, a keni ju ndonjë hetim për skemën 5B të Belinda Balluku dhe drejtorëve të saj? Tani, unë nuk mund të jap lidhur, ju përmendët aeroportin e Vlorës dhe disa çështje të tjera, unë nuk mund të jap shpjegime apo informacione për çështjet e cilat janë në fazën e hetimit paraprak. Cila? Kjo. Një sekundë, ata që më falë. Edhe një herë. Dhe kompania në një investim dhe kompania tani Ju lutem qetësi. Tani ja ta mbaroj. Dhe kompania në një investim që sjell miliona euro fitim në një vit, ka shitur gati gjysmën e aksioneve, 40% vetëm për 1.450 euro. 4.450 tash domun. Në çfarë faze janë hetimet për këtë çështje? Dhe kur pritet të veprojë SPAK, dhe unë thash, çështja, sepse çështja kjo ishte aeroporti i Vlorës, çështja thash është fazën e hetimit, nuk mund të jap më asnjë informacion. Faqe që nuk ta lexova 4.450 euro. Po çështja kjo ishte, pyetja kjo ishte, çfarë faze janë hetimet? Unë thash. Po çështja e zotit tani unë po e përgjigjem pyetjen e zotit Kolliçi. Zoti Kolliçi, çështja është në fazën e hetimit paraprak. Po. Një pyetje tjetër është një nga institucionet që sipas kushtetutës mund të kontrollojë punën e SPAK apo të GKK është gjykata kushtetuese. Dhe shumë çështje që janë hetuar nga ju apo gjykuar nga GKO kanë përfunduar në gjykatën kushtetuese. Në media është bërë publik një rast që ngreje jo pak shqetësim. Gjatë kohës që gjykata kushtetuese po shqyrtonte një çështje që kishte lidhje me veprimtarinë e SPAK, GKO, këto institucione kishin kërkuar dhe ishte miratuar përgjimi i komunikimeve elektronike të anëtarëve të gjykatës kushtetuese të një pjesë, thoni ju, ose të gjitha atyre. Këtë shqetësim ju ka ngritur dhe kryetari i gjykatës kushtetuese në një shkresë zyrtare që ju ka pyetur nëse përgjimi ka ndodhur apo jo. U la të kuptoj nga ana juaj që kjo nuk ishte ndodhur, por në media dolën dhe dokumentet që provonin se anëtarët e gjykatës kushtetuese ishin vënë në përgjim nga SPAK në autorizim të GKO. Pyetja ime është, sa e pavarur në vendimarrje mund të jetë gjykata kushtetuese për çështje që përfshin kontrollin e veprimtarisë të SPAK GKO, kur këto kanë treguar se i vendosin nën përgjim kur dhe si të duan anëtarët e gjykatës kushtetuese. A është ky një presion ekstraligjor ndaj gjykatës kushtetuese që të mos cënojë asnjë vendimarrje të SPAK apo GKO? Atëherë, prokuroria e posaçme nuk ka jurisdiksion dhe kompetencë që të vlerësojë apo të kontrollojë vendimet e gjyqtarëve në çështje konkrete. Si vendimet e gjykatave të zakonshme, ashtu dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Bazuar kjo në parashikimet e nënën 136-137 të kushtetutës, si dhe vendimit numër 11 datë 2/4/2008 të gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, ju bëjmë me dije se prokuroria e posaçme, bazuar në nenet 148 dhe 148D të kushtetutës, si dhe nenet 24, 75A dhe 277 e vijus të kodit të procedurës penale, ka jurisdiksionin dhe kompetencën që të ushtrojë ndjenjën penale për sjelljet jashtëgjyqësore të gjyqtarëve të çdo niveli. Nëse ekzistojnë dyshime se mundet të jetë kryer vepra penale e korrupsionit pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë të parashikuar nga nejt 319 i kodit penal, apo çdo vepër penale tjetër që mundet të jetë kryer nga persona që përfshihen në rrethin e subjekteve të parashikuar në nenin 75A, shkronja C të kodit procedurës penale. Në veprimet e përgjimit, prokuroria e posaçme zbaton me përpikmëri rregullat e parashikuara nga nenin 221 vijus të kodit të procedurës penale. Këto veprime, sipas rastit, autorizohen nga prokurori dhe nga gjykata e posaçme, si dhe këto veprime procedurale kontrollohen nga gjykata e posaçme. Kjo ishte përgjigja ime, zoti Kolliçi. Paruam me zotin Kolliçi.
Pyetjet e bëra nga deputeti Tedi Blushi. Pyetja e zotit Blushit, po kaloj direkt te pyetja, si ka mundësi që 3 prokurorë që presupozohet të jetë elita e hetimit firmosin një urdhër arresti mbi një ligj të shfuqizuar. Prokurorët e prokurisë së posaçme kanë nxjerrë urdhrin e ekzekutimit në zbatim të vendimit të gjykatës dhe dispozitave procedurale penale, më konkretisht nenit 466 kodit procedurës penale, që normojnë që nxjerrjen e një urdhri ekzekutimi i masës të sigurimit. Tjetër pyetje, përse SPAK e shmangi qëllimisht BKH-n, pra vetën nga operacioni kriminal dhe i la dorë të lirë policisë pa atë show politik që ndodhi në rastin e arrestimit të zotit Meta, sepse policia e shtetit është përgjegjëse për ekzekutimin e masave të sigurimit. E thash edhe në përgjigjet e pyetjeve të mëparshme të bëra nga disa deputet. Lidhur me arrestimin e zotit Meta dhe një pyetje tjetër që bën zoti Blushi është përse zoti Dumani ja kaloi çështjen prokurisë së Tiranës, ku në fund të ditës policia abuzoi me një urdhër arrestimi të SPAK dhe jo të prokurisë së Tiranës. Bëhet fjalë për kallëzimin që u bë ndaj punonjësve të policisë që ekzekutuan masën e sigurimit, sepse është kompetencë lindore e prokurisë së jurisdiksionit të përgjithshëm, është taksative, e parashikuar qartë, që nuk mund ta hetojmë ne atë vepër penale, por as edhe subjektet e veprës së penale nuk janë subjekte të posaçme, të cilët janë në kompetencë të prokurisë së posaçme. A është hetuar dhe është marrë ndonjëherë në pyetje Edi Rama nga SPAK kur në kundërshtim me çdo ligj në fuqi me datë 7/12/2016 firmosi dhënien e bonusit për 8% të pikëve kompanisë Integrated Energy BV SHPK për procedurën e konkurimit për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës, por që në fakt kjo kompani nuk ekzistonte në momentin që kryeministri firmosi bonusin që e favorizonte në procedurën konkurruese. Patjetër edhe ky dokument ka qenë në pjesë e hetimit të prokurorëve të posaçëm në hetimin e çështjes penale të regjistruar në prokurinë e posaçme, gjatë hetimit të procedimit penal kryhet një hetim i gjithanshëm dhe objektiv duke vendatuar fillimisht faktet penale dhe më tej përgjegjësinë penale të autorëve. Ashtu siç e kam thënë, e rëndësishme për prokurorët e posaçëm është prova dhe jo emrat që fshihen pas tij, qoftë edhe kryeministri i Republikës. A është pyetje tjetër, është hetuar dhe është marrë ndonjëherë në pyetje nga SPAK Erion Peliaj, kur është njohur botërisht prej kohësh firma e paligjshme e tij për miratimin e koncesionit 30 vjeçar të inceneratorit Fantazm të Tiranës me shpangje të vendimarrjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe në shkelje të ligjit. Është fakt i njohur publik, po është marrë në pyetje dhe siç e thash edhe në përgjigje të pyetjes zonjës Tabaku, çështja është akoma në hetim dhe vazhdon të hetohet me qëllim e vendetimin e përgjegjësisë penale të çdo personi të përfshirë në kundërligjshmërinë e dhënies së kësaj procedure koncesionare. Tjetër pyetje lidhur me çështjen me Goningal, ajo çështje është një çështje në hetim paraprak dhe unë nuk mund të jap asnjë informacion apo asnjë të dhënë lidhur me të. Pyetjet e deputetit Luan Paçi. Si mund të qartësohet publiku dhe sidomos media që është non-stop para institucionit tuaj nga një qytetar, por më tepër nga një person publik që nuk është paraqitur si person me probleme me drejtësi, por për të ndihmuar drejtësinë ose për të vërtetuar se nuk ka probleme me drejtësinë. A ka detyrim institucioni juaj që pasi ka thirrur qytetarin për një çështje të caktuar, për një denoncim që është bërë ndaj tij, ta njoftojë atë për çurinë e çështjes në rastin kur çështja mbyllet, falë se kalova edhe një pyetje zoti Paçi, është kjo tjetra, pasi personi i thirrur në SPAK mbaron deklarimin e tij
dhe i kërkohet të firmos, natyrisht duke lexuar atë çfarë ka deklaruar, a ka të drejtën të marrë një kopje të deklaratës që ka firmosur. Dhe pyetja tjetër vijuese, që thash pak më parë, a ka detyrim institucioni juaj që pasi ka thirrur qytetarin për një çështje caktuar, për një denoncim që është bërë ndaj tij, ta njoftojë atë për ecurinë e çështjes në rastin kur çështja mbyllet. Tjetër, si duhet ta mësojë qytetari një gjë të tillë, apo duhet të ri gjatë gjithë kohës në tension dhe në pritje se çdo gjë mund të ndodhë. Pastaj sjell edhe një shembull konkret. Pyetje tjetër është si mund ta vërtetojë një qytetar kushdo qoftë ai që kur të marrin nga SPAK janë ata dhe jo dikush tjetër. Bëhet fjalë për rastet kur qytetari thirret për të paraqitur përmes telefonit nga hetuesit e byros kombëtare të hetimit. Do ju përpiqem të ju përgjigjem pyetjeve të zotit Baçi. Atëherë, procedurali i pyetjes së personit është akt hetimor që mbulohet nga sekreti hetimor. Qytetari mund të bëjë kërkesë të marrë kopje të proceduralit, por kërkesa vlerësohet nga prokurori rast pas rasti. Nëse në deklarimin e qytetarit ka të dhëna të ndjeshme apo me interes për hetimin, prokurori mund të refuzojë dhënien e kopjes së procedurit të deklarimit, sepse tash është pjesë e dosjes hetimore dhe hetimi mbulohet nga sekreti. Tjetër, SPAK ka detyrim ligjor që të njoftojë për përfundimin e hetimit personin nën hetim, por jo dëshmitarët, edhe kallëzuesit, edhe viktimat e veprës penale dhe personin nën hetim, kallëzuesit dhe viktimat e veprës penale kemi detyrim të njoftojmë, por jo persona që thirren në cilësinë e deklaruesit apo personi që ka dieni për veprën penale gjatë fazës së hetimit paraprak. Nuk kemi detyrim ligjor për të njoftuar këtë kategori personash për fatin e përfundimit të hetimeve. Lidhur me shqetësimin tuaj për njoftimin e personave për të paraqitur. Njoftimi për pyetjen e personave bëhet me urdhër, por në raste të ngutshme njoftimi bëhet edhe me telefon. Është një parashikim i nenit 333 të kodit të procedurës penale. Për rastin konkret, zoti Baçi, që ju e parashtroni, dhe është një shqetësim që ju duket qartë që e keni përjetuar, ju apo personat të cilët ju janë adresuar juve, personat e interesuar ose ju mund të bëni një kërkesë për informacion dhe ju garantoj që do bëj gjithë verifikimet përkatëse dhe do të kthej përgjigjet me shkrim. Deputetja, pyetjet e deputetes Denisa Vata. Apo hetohet realisht agron male nga SPAK dhe për cilën çështje konkrete. Apo pyetja kjo është, ju pastaj keni bërë parashtrim. Pyetja është kjo që është. Apo hetohet realisht agron male nga SPAK dhe për cilën çështje konkrete, apo më saktë kallëzimet lidhur me të janë regjistruar dhe a janë në hetim. Sa kohë që është një çështje në fazën e hetimit paraprak, nuk mund të jap asnjë të dhënë apo informacion. Pyetja deputetit Artan Lupu, a ju duken të mjaftueshëm mekanizmat që ekzistojnë për të ndëshkuar korrupsionin në nivelet e larta të shtetit, apo sistemi funksionon në mënyrë që të mbrojë drejtuesit e lartë? Atëherë, nga pikpamja ta ndajmë, nga pikpamja ligjore, unë them që tani ky është një vlerësim i imi, domethënë minimalist apo modest quheni si doni, por nga pikpamja ligjore ne kemi një legjislacion të mirë që ju krijon mundësinë autoriteteve ligjbartuese që të ndërtojnë ndjekje penale për veprat penale me natyrë korruptive. Domethënë legjislacioni është i mirë. Tani, sa i takon burimeve njerëzore, gjithmonë patjetër lind nevoja për më shumë burime njerëzore dhe duhet një kujdes i veçantë, duhet t'i kushtohet edhe korrupsionit të vogël, i cili impakton drejt për drejt qytetarët dhe jo vetëm korrupsionit të madh. Pasi qytetarët e Republikës të Shqipërisë kontaktin e drejt për drejt e kanë me prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, kurse me prokurorinë e posaçme kanë më të rrallë. Dhe ne kemi marrë një
shtim numri dhe organik të hetuesve Byrosë Kombëtare të Hetimit për 40, i cili do jetë një burim ky numër, pas tjetër që do jetë vlerë e shtuar në hetimin e çështjeve penale që ne kemi në ndjekje dhe shpresojmë që të japë edhe një ritëm tjetër me qëllim përfundimin e hetimeve, sidomos atyre hetimeve të cilat ne konsiderojmë të vjetra, por dhe hetimeve prioritare. Pyetje të deputetit Agron Shejaj. Duke pasur parasysh lidhjet e forta të krimit me politikën, ju a keni hetuar politikanë të përfshirë si pjesë të grupit të strukturuar kriminale? Nëse po, a mund të jepni informacione mbi avancimin e këtyre hetimeve? Si pjesë të grupit të strukturuar kriminale në kuptimin e një antari të organizatës kriminale apo të grupit strukturuar kriminal, akoma nuk kemi evidentuar ndonjë subjekt. Por si të lidhur me krimin organizuar, po kemi patur një çështja është publike për një deputet Kuvendit Shqipërisë, i cili është hetuar, është marrë i pandehur, është dërguar për gjykim, çështja ka kaluar edhe fazën e shqyrtimit para gjyqtarit të ancës paraprake, jemi në gjykimin e themelit të kësaj çështje. Ky informacion vlen për çështje që është bërë publike dhe prandaj e dhash. Për pjesët e tjera, për çështjet e tjera, të cilët janë në hetim paraprak, nuk mund të jap të dhëna zoti Shejaj, pasi cenon sekretin e hetimit. Pyetja e dytë e zotit Shejaj është shitja 40% të kuotave të kompanisë Vlora International Airport për vetëm 4.000 euro e ka vënë zoti Shejaj çmimin, është një indicje mjaftueshme për të hapur një hetim penal, si po procedohet ndaj kësaj çështje. Çështja është në fazën e hetimit paraprak dhe nuk mund të jap të dhëna shtesë. Një pyetje tjetër është kjo çështje aktualisht në hetim nga SPAK, afera e rrugës Thuman Kashar, nëse po, në çfarë faze ndodhen dhe cilët janë përgjegjësit e identifikuar deri më tani. Edhe në lidhur me këtë çështje nuk mund të jap informacion sepse është në kuadër të verifikimit dhe hetimeve të një çështje tjetër penale. Tani tjetër pyetje e zotit Shejaj, zoti Dumani, për shqiptarët, grabitja e pronave përmes gjykatave të korruptuara është një nga goditjet më të padrejta. A është kjo në fokus të SPAK-ut? Sa gjyqtarë, njerëz të tjerë të sistemit të drejtësisë apo zyrtarë janë hetuar për pasurim përmes tjetërsimit të pronave dhe sa prej tyre janë dënuar realisht? Zoti Shejaj, në këto vite SPAK ka dërguar për gjykim 6 prokuror të gjitha niveleve, 10 gjyqtar dhe 11 oficer të policisë gjyqësore, të cilat për shkak edhe të subjektit konsiderohet si korrupsion pasiv në fushën e drejtësisë. Çështja e pronave është një çështje shumë e ndjeshme, shumë problematike. E kemi evidentuar edhe në hetimet tona, është në fokusin e SPAK, Unë si në rastin e Lezhës, ku nuk e di sa mira metra katror tokë u provua që ishin përfituar përmes falsifikimit dhe kjo tokë, tashmë to mira metra katror tokë, me vendim gjykate të formës së prerë, i kaloi sërish shtetit. Një çështje tjetër që është, edhe pse është në fazën e hetimit paraprak, vërtet duhet të na alarmojë të gjithë, është një çështje megjithëse është në fazën e hetimit paraprak, por hetimet kanë treguar për falsifikimin masiv të mira metra katror tokë në një zonë shumë të preferuar të Durrësit dhe vetëm në atë procedim penal SPAK ka arritur të sekuestroj, patjetër nuk dua ta parashikoj se nuk mund ta parashikoj si do shkoj gjykimi i çështjes deri në fund, por ama janë sekuestruar deri tani që flasim rreth 600.000 metra katror tokë e përfituar vetëm përmes dokumentave të falsifikuara, një skemë të mirë organizuar të falsifikimit, një skemë mirë organizuar e falsifikimit të dokumenteve. Tjetër, e njëjta situatë, kemi njëjta situatë, po kemi jetuar raste në Vlorë edhe në disa qytete të tjera ku
prona, sidomos vitet e fundit, ka njohur një rritje të madhe të vlerës së saj. Dhe thash është në fokusin e SPAK. Dhe kjo është një këmbën alarmi për gjithë institucionet shtetërore, jo vetëm për SPAK, sepse në SPAK kemi ndjekjen penale, por para se të shkojmë tek ndjekja penale, gjithë institucionet duhet të jenë të përgjegjshëm, të bëjnë detyrën e tyre dhe të marrin në fund një herë mirë abuzimi me pronat shtetërore dhe përfitimi në mënyrë abuzive përmes falsifikimit të tyre. Pyetje nga deputeti Redi Muçi, në çfarë faze kanë shkuar hetimet ndaj parregullsive të procesit zgjedhor dhe individet që janë proceduar penalisht, a kanë vepruar vetëm apo në koordinim me struktura specifike politike? Unë, zoti Muçi, edhe në përgjigje të disa pyetje që mu bën, u përpoqja të bëj një ekspoze të punës dhe angazhimit të strukturës së posaçme sa takon hetimit të krimit zgjedhor. Kemi patur persona të arrestuar, persona të cilët janë marrë në përgjegjësi penale, janë marrë si pandehur për korrupsion aktiv apo pasiv në zgjedhje. Kemi disa çështje penale me të cilat po hetojmë dhe kur të kemi edhe rezultate konkrete, patjetër do ju komunikojmë. Por vazhdojnë të mbeten në fokus pikërisht veprat penale që kanë të bëjnë me zgjedhje, në fokus të punës së SPAK, veprat penale që kanë të bëjnë me zgjedhjet. A ka ndonjë statistikë konkrete se në çfarë faze shkojnë pyetja e dytë e zotit Muçi. A ka ndonjë statistikë konkrete se në çfarë faze shkojnë denoncimet e kryera nga publiku? Pra sa kthehen pa kryer asnjë veprim dhe sa regjistrohen dhe trajtohen proceduralisht nga SPAK? Nuk e kam këtë statistikë, zoti Muçi, por patjetër edhe mund t'ja vëm në dispozicion, mund të porosis stafin e prokurisë së posaçme që ta evidentojë këtë statistikë, por ajo që unë thash edhe në raportim është rritja e numrit të kallëzimeve të qytetarëve në drejtim të SPAK. Kjo tregon patjetër, ne vlerësojmë si një tregues të rritjes së besueshmërisë së institucionit. Qytetarët besojnë pa bëjnë kallëzime. Tjetër, ndeshemi me një fluks shumë të madh kërkesash, shkresash, që të jetojnë çështje të ndryshme nga SPAK. Në një kohë që ligji e ka përcaktuar qartë kompetencën tonë lëndore dhe jemi në pamundësi me gjithë dëshirën që mund të kemi, por ligji nuk na lejojnë të jetojmë çdo pretendim të qytetarëve, sa kohë që ata nuk janë në kompetencë të prokurisë së posaçme. Një pyetja e tretë e zotit Muçi është si instancë që ka interes, a i duket i plot SPAK-u legjislacioni për sinjalizuesit dhe garancit ligjore që u jepen atyre? A ka nevojë sipas për përmirësim të ligjit për sinjalizuesit? Në dijenin time, zoti Muçi, ky ligj është në proces amendimi. Ne si institucion kemi dhënë mendimet tona lidhur me ndryshimet e mundshme në këtë ligj. Pyetje nga zoti Erald Kapri, nga deputeti Kapri, nëse parlamenti nuk miraton ndryshime ligjore që mundson rikandidim për prokurorët e SPAK, a mund të ketë një bllokim të punës së SPAK pas 3 vitesh? I nderuar zoti Kapri, si drejtuesi i prokurisë së posaçme, në mënyrë të përsëritur, i kam dhënë argumentet e mia, i kam paraqitur argumentet, faktikisht këto argumente janë në këto argumente është mendimi i trupit të prokurorëve të posaçëm, unë prezantoj kolegët e mi në çdo propozim apo në çdo kërkesë që bëj. Dhe në dijenin time, kjo kërkesë është bërë që në vitin 2021 fillimisht nga drejtuesi Kraja, pastaj edhe unë ky është në raportet vjetore në mënyrë të përsëritur kam kërkuar mundësinë e ndryshimeve ligjore apo dhe kushtetuese me qëllim dhënien mundësi prokurorëve të posaçëm për të rikandiduar pas përfundimit të afatit të mandatit 9 vjeçar. Kjo është në vlerësimin e kuvendit dhe nuk dua të bie në përsëritje sepse argumentet e mia disa herë i kam bërë publik. Faleminderit.
Të vlerësimi nuk ka më pyetje. Faleminderit Nga zoti këto që kam Tumani. para nuk më rezulton të kem pyetje pa konsumuar. Po, këto janë gjitha pyetjet e adresuara, kanë qenë 65 pyetje, kështu që ju falenderoj për përgjigjet e gjitha pyetjeve